Amerika shkon nga një luftë pafundme në një luftë tjetër të pafundme. Nga lufta kundër terrorit, tash doli luftën kundër karteleve. Është e njëjta luftë. Kartelet të shpallura terroriste. Absolutisht, po prapë kundër karteleve të drogës. Dhe kjo luftë kundër karteleve të drogës është e njëjtë si lufta kundër terrorizmit. Pra aktualisht duhet të angazhoj. Mendon që është e humbur si luftë? Jo, nuk është e humbur si luftë, po është luftë e gjatë dhe pafundme, nuk është e humbur, sepse do jetë në të njëjtat nivele që u bë lufta. Do ketë fërkime ushtarake me Meksikën për këtë? Jo, nuk do ketë fërkime ushtarake me Meksikën për këtë, por do ketë problem për arsye se duhet përdoret të gjitha ato forca që përdori gjatë luftës në 2001 kur shpall lufta kundër terrorizmit, dhe do përdori gjithë ato që quhen Tier 1, pra të gjitha forcat speciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës për fshitësinë dhe mund të kemi sërish edhe riangazhim të ri të atij programi të rendition që ishte. Për arsye se e ka shpallur që lufta ndaj këtyre karteleve nuk do të bëhet vetëm në Meksik, pra do të bëhet në gjithë vendet, pra do të përfshijë gjithë globin, duke përfshirë edhe vendet ku këto kanë shtrirë dhe ku pastrojnë produktet e tyre, pastrojnë paratë e produkteve të tyre. Dhe nuk është çudi që të përfundojë edhe në Shqipëri, pra se kemi pasur disa herë që edhe mediat meksikane kanë thënë që personazhe të caktuar me emra mbi emra shqiptar që pastrojnë paratë e karteleve të Sinaloas në Shqipëri. Pra, do të dhe për të angazhuar këto trupa. Do na lëm pa ne kull thua ti. Për të angazhuar këto trupa, aktualisht duhet miratimi i Kongresit dhe e ka çuar pra në Kongres edhe programin edhe sasinë e parave që duhet. Dhe i duhet miratimi. Në momentin që e merr atë, do të fillojë angazhimi i këtyre trupave jashtë territorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, në Meksik ose diku tjetër. Pra, Meksika e pastër që të mos i cënojë ekonominë e vet, sepse atje ka investime, ka interesa ekonomike të fushta dhe duhet të kontrollojë me kartelet. Ne e dim që shteti është kontaminor. I duhet ta pastrojë për çdo veten. Ka tregtisë së lirë së bashku me Kanadan. Po me Panaman ç'do bëhet? Jo, me Panaman aktualisht ka nisur një projekt tjetër, pra nuk është projekti ushtarak, është projekti ekonomik. Blerjen e portave, kompania BlackRock, është ajo e cili po tenton të blejë të gjitha portet në kanalin e Panamas. Do të rriqet paqësisht Kina nga Panama, thua ti? Shiko, Kina nuk është se kontrollon kanalin e Panamas, kontrollon portet. Këto portet tashmë i ka marrë me kontratë përdorimi, por nuk i ka blerë. Ke kontrollu kanalin. Vetë e vërtet që Sineola dhe kartelet në Sinaloa, në bashkëpunim me Kinën, ata bëjnë dhe pastrimin e pareve. Dhe Kina ka një interes shumë të madh për kanalin e Panamas. Dhe Kina ka përfitime shumë të mëdha ekonomike vitet e fundit, duke kaluar mallrat nëpërmjet kanalit Panamas. Dhe arsyeja pse Amerika e kërkon përsëri kanalin e Panamas është lufta tregtare ekonomike me Kinën. Mallrat sërish do t'i kalojë edhe kur ta marrë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do paguajnë një taksë më të lartë. Është çështje e tregtisë, nuk paguajnë dot taksë më të lartë, por problemi qëndron te kalimi i mallrave. Problemi qëndron te portet që Kina ka marrë në kontroll. Pra te mallrat që bien në Panama dhe që aty shpërndajnë, dhe këto porte aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës po duan t'i blejnë në mënyrë që mallrat kineze mos të sancionohen më në këto porte dhe të mbulojnë gjithë Amerikën Latine dhe Amerikën Qendrore.